Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të Drejt për Drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të rrëfe drejt për së drejti, jashtë kufive të territorit të shqiptar, një grua 40 vjeçare, një bashkëtesë e vështirë midis kërcënimeve, dhunës, tradhtisë, madje ajo është nëna e një fëmije vetëm 9 muajsh dhe aktualisht është strehuar në një qendër të rehabilitimit të dhunës në familje. Do të flasim për bashkëtesën e vështirë të kësaj zonje, e cila bashkëtoi përpara se të zbulonte dhe tradhtit, jo vetëm me seksin e kundër të bashkëtuesit, por tradhtin edhe me të njëjtin seks, siç pretendon 40 vjeçarja. Partneri i saj jeton në Shqipëri aktualisht, ka një familje, ka fëmijë, por është edhe 5 vite më i vogël se sa zonja. Të gjitha këto detaje tronditëse të një historie që është në kushte të paimagjinueshmes, po ja që tregohen në këtë studio në vetë të parë nga vetë protagonistja, vetëm pas pak ajo do t'i bashkohet me zërin e saj në kushte anonimatit të plot, sepse telefonon drejt për së drejti nga qendra ku është strehuar nga vendi ku ajo jeton. Fillimisht materiali i përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, rikthehemi jo vetëm me zonjën, do të mundohemi ditën e sotme të kemi edhe zërin e këtij zotërie, por do kemi edhe zërin e specialistes ton, avokate zonjës Ana Pertena. Të gjitha këto vetëm pas pak do të ndodhin në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Fillimisht materiali. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një histori bashkëtese që sipas rrëfimit të protagonistes nisi me shpresën për të ndërtuar një familje, por u kthye në një marrëdhënie të mbushur me dhunë, tradhti, frikë dhe braktisje. Gruaja tregon se ajo dhe partneri i saj vinin nga martesa të mëparshme. Pas një periudhe njohje në distancë, vendosën të jetonin së bashku. Asnjëri nuk planifikonte të kishte një fëmijë tjetër, por ajo mbeti shtatzën. Sipas saj, shtatzënia u shoqërua me dhunë fizike dhe psikologjike. Gruaja thot se tentoi të ndërpriste shtatzënin, por nuk ja doli dhe vendosi ta sillte në jetë djalin e saj, i cili sot është vetëm 9 muajsh. Edhe pas lindjes së fëmijës problemet nuk morën fund. Vetëm 4 ditë pas i kishte sjell në jetë djalin, gruaja zbuloi mesazhet të partnerit me gra të tjera. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të Drejt për Drejt, fillimisht prezantojmë, por dhe përshëndesim në të njëjtën kohë avokaten zonjën Ana Pertena. Përshëndetje, mirë se erdha. Mirë se u gjetëm. Po e bisedonim bashkë një histori që të trondit, e lexojmë në detaje të rrëfyera nga 40 vjeçarja. Mendon se të gjitha këto gjëra janë imagjinat njerëzore, mund të jenë skenare të denjë për një film, por që janë të përjetuara në vetë parë, dhe zonja ditën e sotme jo vetëm që do ta rrëfej drejt për së drejti nga qendra ku është strehuar së bashku me fëmijën 9 muajsh, po kërkon edhe një ballafaqim të drejt për drejt nga studio e emisionit Me Zemër të Hapur. E përshëndesim me njëherë zonjën. Përshëndetje dashur. Përshëndetje. Në radhë të parë të falenderoj që je pjesë e emisionit, i ke besuar këtij emisioni me shpresën se ditën e sotme do të kemi një ballafaqim. Ndërgjegjësimi jot, kur kemi folur të dyja bashkë, se kemi folur shumë gjatë, ishte pikërisht se do të ta bërtisje me zë, me figurë, ti tregoje gjithçka, pa mbuluar dhe pa qenë në anonimat të plot, si ti edhe bashkëtuesi, babai i fëmijës 9 muajsh, sepse gratë të tjera më thënë nuk duhet bien pre e këtij lloji njeriu. Megjithatë, përpara se dalim tek historia dhe tek përballja me bashkëtuesin tënd, a mund të më thuash pak si e njohur ti dhe bashkëtuesi yt? Jemi njohur nëpërmjet një shoqërie. Po? Zotëri. Po? Në fillim e nisa unë personalisht, për zotëri nuk e di, e nisa si shaka, si to janë gabimet tona, femrave. Po, jeni njohur në Shqipëri apo në vendin ku ti jeton? Jo, zotëria jetonte në Spanjë edhe unë këtu ku jam. A mund të më thuash pak nëpërmjet një shoqes së zotërisë i cili jetonte në Spanjë? Po. Po ti këtë zonjën çfarë kishe? Thjesht shoqe, nuk. Pra, nga një shoqëri e përbashkët. Po, një shoqe. A erdhi ai tek ty apo vajte ti në Spanjë? Erdhi ai, vajti në Shqipëri. U takuam për herë të parë, u takuam në Shqipëri dhe pastaj erdhi ai këtu. Sa vite ke ti aty ku jeton sot? Unë kam shumë vite.
Shumë vite. Në fakti, vije nga një martese e dështuar, apo jo? Po, A ke fëmijë nga martesa e parë? kam 2. Ke 2. Fëmijët me kë jetojnë? Me mua. Me ty jetojnë. Të çfarë moshe janë ata fëmijë? 14 dhe 22. 14 edhe 22. Okej. Ndërkohë që zotria, kur u takuat në Shqipëri, ti vije nga një martesë cilës i kisha dhënë fund dhe ishe nënë e 2 fëmijëve, po zotria çfarë tregoi për jetën e ti? Zotria tha që nuk e di, ish gruaja mori fëmijët në një ditë të bukur ku di unë si të them, mori fëmijët edhe iku, pa arsye, pa gjë. Sa kohë kishte zotria që jetonte në Spanjë? Gati 8 muaja, një vit, mos gaboj. Një vit jetonte në Spanjë. Me çfarë merri në Spanjë ky zotri? Me punë jo të pastra. Me punë jo të lishme dhe jo të pastra. Ndërkohë që në momentin që gruaja kishte marrë fëmijët, se ti e grua vetë, unë jam grua, avokatja është grua dhe shumë gra që na ndjekin. Në qoftë se një martesë është pa probleme, është e lumtur, me ato uljet e ngritjet që ka çdo familje, pse një grua duhet i japi fund një martese duke i marrë fëmijët në këtë lloj forme që thot zotria? Pikërisht pyetje i bëra dhe unë, si ka mundësi unë, në momenti që jam e lumtur, kam familje të lumtur, si mund të marrë fëmijët edhe të iki kot pa arsye? Më tha që ndërhyri babai dhe vllai. Dhe sa vite si pas zotrisë ishte i divorcuar ky? Një vit. Një vit i divorcuar dhe mbas një viti të njohu ty. Ndërsa ti sa vite kishe divorcuar? Kisha 9 vjet. 9 vite. Çfarë i premtuat njëri tjetrit? Ta bënte problem diferenca 5 vjeçare e moshës që ju keni bashkë? Unë ja thash që në fillim që jam kjo, ja thash të gjitha me fakte, me moshme të gjitha, edhe më tha që janë thjesht numra, nuk më intereson, dua thjesht familje. E qartë. Ndërkohë, kishte problem ky zotri që përveç fëmijëve të ti jetoi edhe me 2 fëmijët e tu? Jo, nuk ishte. Dhe si e nisët bashkëtesën ju, se bashkëtesa pastaj nxori në sipërfaqe disa detaje që në fakt duken jo vetëm të tmerrshme, por duken sikur nuk janë të jetuar nga vetë njerëzit. Bashkëtesa nisi sa do vi në Greqi edhe nuk gjej dot shtëpinë, jo këtej, domethënë kjo justifikime. Edhe unë ja thash pastër që unë nuk mund të fus një njeri pa e njohur mirë unë vetë, akus brenda me fëmijën time. E më tha që mos ke merak, nuk të paktën një javë të rrit tek shtëpia jote sa të gjej shtëpinë, se s'kam kurri. Edhe pastaj do marr shtëpinë time edhe njihemi, vazhdojmë të njihemi. Ndërkohë, si do ta prezantoje ti këtë zotri tek fëmijët e tu? Unë fëmijëve u thash të drejtën, të vërtetën, edhe vajza e madhe më tha, mama, atë që dua është lumturia jote, ti je lumtur. Se ti je lumtur, jemi dhe neve. Vajza e vogël në fakt nuk donte, nuk donte në fillim, edhe e mori atë vendim, bashkëtuam. Shiko, ai erdhi tek ty, u prezantua me vajzat e tu, apo jo? Pak e vështirë për të futur një njeri që sa ko kishe që po e njije, kur je dhe nënë e 2 vajzave? Gati 4 muaj. 4 muaj. Po çfarë sigurie të dha ai ty që ti i the po, këtë njeri do ta mbaj një javë në shtëpi, edhe pse kam 2 vajza të një moshe shumë delikate? Siguri nuk më dha, kjo është, ndaj them që ne femrat gënjehemi me fjalët e bukura, dhe ky është gabimi jon. Po shoqja jote çfarë kishte thënë për zotrin në fjalë? Se tani shoqëria e përbashkët, kjo zonjë njinte dhe zotrin dhe ty. Po, unë me të nuk fola më, se na doli pastaj që ajo kishte përqim ndaj këtij. Edhe ky e mohoi. Po. Domethënë u sqaruam, u ballafaqjuam në privat, të tre. Edhe ky thoshte që unë nuk të dua, domethënë se ajo ishte shumë më e madhe zërenën e tija, por ajo kishte ëndra tjera. E qartë. Edhe ky tha që unë nuk të doa për grua apo diçka tjetër. Thjesht më erdhi keq, se divorcuar ishte dhe ajo, të ndihmoja të bëja kaq.
Nuk fola më. Ti besoj se e ke pyetur nga është ku jeton çështjen e historisë familjare të ti, por ndërkohë që ishit në Shqipëri, arriti të pyesje dikë që mund ta njinte si familja apo si person? Jo. Jo. Jo, nuk arrita, thjesht këtu ku punoja, në një hotel, se punoj në hotel pastryshe, si që përflisja me zotrim, e pa ajo këshu me kamerë, dhe e pa një këshu, e pa, dalë ta se e njoftë të. Edhe e njifte, nga anë e burit të së dhe pra, është shumë djali mirë, është ishavat të kalon e mirë, e pash, okej, ndoshta. E kuptoj. Kur nisët bashkëtesën, kur fillove të kuptoje se diçka nuk shkonte? Pra, e nisët bashkëtesën për të krijuar familje? Po, jo për fëmijë. Patjetër. Jo për fëmijë, por fëmija erdhi në jetë. Pa dalë tek fëmija. Çfarë ndodhi në bashkëtesën tuaj, fillimisht? Në fillim, shkoni mirë, punon, për punë nuk jam mohoj dot. Po? Është punëtor, punon, por punon për veten e tia, për qefet e tia, jo për familje. Që do të thotë? Në fillim që do të thotë në shtëpi nuk sillte, domethënë paguhesh çdo javë. Po? Edhe e vetmja gjë që sillte në shtëpi, çai thoja unë më duhet bukë, më duhet ujë, më duhet kjo, më duhet ajo. Domethënë jo të veja të thoshte hajde të vend të psonisim apo më thuaj çfarë të duhet në shtëpi. Jo. Ky ishte problemi juaj i parë? I parë, po, i parë. Problemi juaj i parë. Ndërkohë si sillej me vajzat? Më flit pak me prezantimin e tyre. Vajzat jetonin me ty? Vajza e vogël vetëm. Vetëm vajza e vogël. Si e trajtonte? Me vajzën e vogël shumë mirë. I jepte domethënë lek kur donte, i jepte nuk mund të them. Po. Si dhe shumë mirë me vajzën. Po. Por me mua jo. Kur filluan problemet tuaja? Mbasa kohësh, se thua filluan bashkëtesën, çështja ekonomike ishte e para, por me ty nuk sillej mirë. Kur thua nuk sillej mirë, për çfarë e ke fjalën? Nuk sillesh mirë, domethënë kur unë ra shtatzane, vajta i thash që kështu, unë këto fëmijë do ta heq. Po. Edhe ti shikon sepse ja kisha zbuluar para shtatzanis, tradhtim, edhe mashtrimet, ja kisha me fakte të gjitha. Kur thua mashtrimet, për çfarë? Për çfarë ka mashtruar? Për tradhti, edhe ikte, domethënë ikte në çfarë janë këto, shikonte qefin e tia. Pra ikte me ditë nga shtëpia, ikte me orë, deri orët e vona të mëngjesit? Ikte të natën, ekstremisht mëngjes. E kuptoj. Dhe ndërkohë aty ti kishe zbuluar që të tradhtonte me gra të tjera, apo jo? Po, i kisha kapur mesazhe dhe jo me një femër, po me shumë edhe të martuara. Derisa arrita pastaj në Korrik, ishin dhe prindrit e tija këtuja, në Korrik i kapa mesazhin që unë e kisha falur, edhe kisha bërë vetë unë me dorën time një grua vlog, dhe i kishte hequr. Rastësisht vjen një mesazh edhe i përgjigjem unë, i them mirëmëngjes. Po. Edhe po prisja përgjigjen e saj, nuk u përgjigj, u çua ky dhe i thash, shiko se ke një mesazh aty, nuk e shiva mesazhin. Edhe bëri sikur s'dinte gjë, i thash, ç'ne kjo prap tuja? Të ma është di gjë, se di fare, okej, thash unë edhe ç'a bën kjo? I shkruaj unë i them, në qoftë se ti e ke kaq maraz, edhe e dashke shumë këtë zotri, po e lë unë, ta marrësh ti. Edhe më dërgoj një mesazh me zë, të cilin më shante, më ofendonte, nga e kam edhe atë mesazh, nuk e kam shirë. Edhe ja tregova atje, ja dërgova në telefon, e qof kufjet edhe dëgjoj që këtë mesazh. E dëgjoj edhe ajo që bëri, ishte të më kundërvihesh mua, ma mori telefonin tim, i fshiu mesazhet, edhe ajo vazhdonte, dërgonte mesazhe, shante, e ofendonte mua. Pra doli në krahun të zonjës tjetër dhe jo në krahun tënd, pas sharjeve dhe ofendimeve. Unë atëherë kam qenë në muajin e 7, ishin me prindrit e tia këtu. Ja, një minutë. Si e priti ai ardhje në jetë një fëmije, kur ju të dy kishit rënë dakord për bashkëtesë, për krijuar një familje serioze midis njëri tjetrit, po pa fëmijë, se ai kishte fëmijë dhe ti kishe fëmijë. Kur ti mori vesh lajmin e shtatzanis, si e priti zotria? Jo mirë.
ashtu si që dhe unë, Po? që edhe unë nuk doja fëmijë, se kishim rënë dakord e kisha mbyllur këtë gjë për fëmijë. Po? I thash do ta heq, Po? edhe ti shiko punën tënde, unë punën time. Po? Bëra mundimin, vajta në shumë doktorë, në shumë spitale, dhe nuk qëlluan edhe pashkët, edhe nuk ma hiqnin dot, më thoshnin në është rrezik si për ty edhe për fëmijën. Po? Pastaj analizën e fundit që bëra, vizitën e fundit që bëra, isha futur në muajin e 4, Po? edhe më tha doktoresha që nuk bëhet ta heqësh, Po? me ligjërisht nuk hiqet. Po? Më thama, qofse do ta heqësh, duhen lek, edhe ta heqësh me ilaçe. Por rrezikon ti jeta jote. E qartë, dhe kështu vendosët ta mbanit atë fëmijë i cili aktualisht është 9 muajsh. Po? Unë me gjithë atë i thash zotris, i thash duhen kaq lek për ta hequr fëmijën. Po? Pavarësisht se rrezikon jeta ime, më tha ku t'i gjej, unë këte jam deri. Pastaj vendosa që ta mbaja. I thash, ky fëmijë duam, s'duam, do vi në jetë, se nuk bëhet ndryshe. Pastaj filluan ato më keq, grindjet më keq. Të ndalojmë pak tu, më the, ishe në muajin e 7 zanis dhe në familjen tënde, aty ku ky zotëri kishte ardhur vetëm për një javë, por që ju nisët bashkëtesën, erdhën dhe familjarët e ti, prindrit e ti. Ata si u prezantuan me ty, po, vjetë në korrik, ata si u prezantuan me ty dhe ti sa e dëshiruar ishe në familjen e tyre, çfarë kuptove nga prindrit dhe nga familja e ti? Me sa kuptova unë, jo shumë e dëshirueshme. Jo shumë e dëshirueshme, për çfarë shkaku? Se ishe më e madhe, për çfarë? Nuk e di, por si që jo nga nëna e tia, po me një fjalë që tha i jati, atë ditë sa po erdhën, tha që vendin e fëmijëve që ka me ish gruan, nuk ka për ta zënë ky. Kupton? Edhe aty e vura një qik, më vuri shumë në sikret, jo qik, pavarësisht, i respektova, më respektua nësa ishin këtu, denjëm në gati rritë. E qartë. E vështirë që prindrit e partnerit vinë në shpinë tënde, mysafirë sigurisht, vinë dhe të shikojnë ty shtatzane 7 muajshe, vitin e kaluar në të njëjtën periudhë. Dhe në fakt të thonë që fëmijët nga martesa e pare zotris nuk të ishin kur dhe të barabartë si fëmija që ju do silnit në jetë. Por i kërkove një shpjegim këti zotrie se zakonisht këto gjëra i bëjmë vjerat dhe jo vjerit, burrat zakonisht. Jo, nuk ja kërkova dhe më thënë babajt të ti, por i thash vetë zotris, i thash kjo fjalë mua nuk më përqeu, sepse nëna jote, babaj jote tha këtë fjalë edhe këtia ju bë ushty, edhe i tha mamas tia është fiksuar, tha filanja, që me fjallën që tha babi, e këte janë dhe i kam të gjitha mesazhet, edhe nëna e tia i tha, po tha, vendin e atyre që i kam rritur vetun, unë atë nuk mund të dua si që dua këta që kam rritur vetun. Mirë, ne do të shkëputemi për fare, po, si mund të bëj gjakun ujë, i tha zotria në fjalë, bashkëtuesi yt. Mirë, ndoshta ato i kanë nga ndjenja e dëmshurisë dhe rritjes së fëmijëve të cilët i kanë pasur në shtëpi. Dhe gjyshrit që rrisin niprit dhe mbesat janë më të dhënë pas tyre. Ndoshta është kështu, po të paktën në momentin që ishe ti dhe në mënyrë të drejtë për drejtë, kur ishin mysafirët në shtëpinë tënde, është e pa takt, e pa vend, ose të paktën të jepni një lloj shpjegimi, siç e ka dhënë edhe ish vjera jote, më pas që ne i kemi rritur vetë, i kemi pasur në shtëpi, prandaj dashuria për ta është më e madhe, por gjithsesi, e ndërpresim fare pak rrëfimin tënd, mos u largo nga kjo lidhje, hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi një herë. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të vijuar bashkëbisedimin me 40 vjeçaren, e cila vetëm një vit më parë kishte nisur bashkëtesën me një djalë 35 vjeçar, të dy vinin nga martesa të dështuara, të divorcuar, la Spanjën zotria për të shkuar një javë tek zonja dhe tek shteti ku ajo jeton, dhe pas një jave filluan bashkëtesën të dy së bashku, dhe sot ajo është nëna e një fëmije 9 muajsh, jeton në një qendër të rehabilitimit të dhunës kundra grave në shtetin
që prej vitesh ajo punonte dhe jetonte, nën e 2 vajzave nga martesa e parë. Lidhem drejt për së drejti me të. Zonjë, më dëgjon? Çfarë ndodhi më pas? Sepse shtatzania jote dhe lindja e fëmijës ka qenë shumë e vështirë. Tradhti, dhunë, përndjekje, shumë gjëra të tjera. Madje, ajo që ju më keni treguar është që tradhtia nuk ekzistonte vetëm me gra të tjera. Ti shkon edhe për te asaj kur thua që tradhtia vinte edhe me meshkuj. Dhe kjo është e vështirë. Tani, kemi të bëjmë me adresa, me emra burrash, dhe ndërkohë pas atyre adresave fshieshin gra, apo çfarë? Më thuaj pak si zbulove. Ishim burra dhe kjo është e vërtetuar, mund të dërgoj edhe, siç ju kam dërguar, kam edhe foto që u thash nuk mund t'i dërgoj janë jo të hishme. Shiko, jeta intime e dikujt nuk na intereson, po shumë e vështirë. Si mundesh, do me thënë, të kesh marrëdhënie paralel, jo vetëm me gra, por edhe me burra, dhe aq më tepër në një presion kaq të madh psikologjik se ti sot je në një qendër kundër dhunës, bashkë me fëmijën. Çfarë ka ndodhur? Na thuaj pak, na sqaro. Siç u zum, domethënë unë linda, fëmijës nuk i ka bler sikur edhe sot, nuk i ka bler një palë çorape fëmijës. Jo, dua të di, lindi fëmia, si u përjetua nga ju të dy? Çfarë momenti ishte për ju? Fëmia e priti mirë, me sa tregonte, e priti mirë, erdi më tha të naroj, mirë se na erdi, e këto të gjitha. Ndenjë 4 ditë, si që isha unë në spital, ndenjë me mua natë ditë, nuk mund të them jo. Mbasi dolëm në spitali, mbas 3 ditësh, marrë telefonin e tia në mes të natës, e kontrolloj edhe gjeta përsëri mesazhe me të njëjtën femër që mua më ofendoi kur ishin njerëzit e tij, edhe me shumë të tjera. E zgjova, i thash, po mirë, i thash, prapti me të njëjtët. Edhe tani, u qua në mes të natës, më shau, më ofendoi, u qua mori çelësat e makinës, u ngrit edhe iku. U kthye mbas 3 ditësh, edhe çdo gjë unë i kam me fakte. Pra ti ishe lehon, 3 ditë që kishe lindur? Po, 3 ditë sa kisha dalë në spital. Edhe me fëmijën në krah, më shtyn, më ofendon edhe ikën. Pas 3 ditësh, domethënë mesazhet, kërcënimet këto vazhdonin, ngriu dhe ikti në shtëpia. Si nga shtëpia jote? Në emrin e të dyve, po. Kishim shtëpinë në emrin e të dyve. Po. Edhe më thoshte çop edhe ikti, jo të iki unë nga shtëpia. Po. Se ti kaj doje, thoshte, sa bëre djalin, edhe tani gjë një justifikime, nga momenti që unë ti kam me fakte, sa justifikimit gjejmë. Po çfarë thoshte kur përballej me tradhtinë e tij? Nuk e pranonte. Thjesht fola kot, nuk e di për çfarë, fola kot, nuk e di për çfarë. Kjo ishte përgjigja. E qartë. Po kur ju grindeshit përveç fëmijës, që ishte vetëm një javë, 4 ditë ke i qëndruar në spital, 3 ditë ishe kthyer në shtëpi, një fëmijë, një grua leon, pse duhet të shtyej, duhet të dhunohej, po vajza, ku ishte? Edhe vajza tu ishte, në shtëpi. Si e përjeton ta? Derisa vajza një ditë, kur unë isha shtatzane, i bëri video dhe i tha në qoftë se ai vazhdon edhe e bën këtë prapë, të ngrën dorë tyja, unë dhe marrë policinë, i thash, ti që mamaja jo, se të gjej unë. E kuptoj. E kështë bërë video në moment që më gjuante. Mirë, do më thuash pak, po kur u përballë me të vërtetën tjetër, që ti thua, janë të gjitha provat dhe faktet që ai nuk të tradhonte vetëm me gra, por dhe me burra. Edhe pse unë e dyshoj këtë gjë, që ndoshta pas atyre adresave me emra burrash, mundet të jetë një grua. Jo, absolutisht që jo. Po si e vërtetove, po? E vërtetova sepse personi që kam dërguar mesazhet juve, ka 3 adresa, edhe i kam gjetur me fotot e tia origjinale, e me emër, po kam treguar edhe dajavarëve të tij, e njohin, edhe më kam thënë që është Gjitoni i Filani. E ka në fshat. Po si e justifikonin që nipi i tyre, ose fëmia i tyre, ose familjari i tyre, bënte të tilla veprime, jo vetëm me gra, por edhe me burra?
Shiko, unë kur e zbulova, thira dajat e tije, edhe u thash, ishim dalë. Edhe unë ja kisha marrë mesexherin, njëkohësisht unë kur e kapa për herë të parë, duke folur me këtë mashkull, thash, okej, shok, nuk ndenja ta shikoja. Edhe kur e kapa, i tha, dono një foto, edhe i tha ky, ore se mos kujton se janë femër, unë i tha. A e di, tha, po thjesht është ai, është nepsi. I tha. Mirë, të kursejmë disa detaje se nuk na intereson, jeta e ti është jeta e ti, por që ti nuk mund të bëje do të pakt me jetën intime dhe problemet ose knajësit e ti seksuale, gjithsesi, fakti që ai ushtron të dhunë ndaj teje, ishte pa precedent, aq më tepër që ti ishe leon, edhe në qoftë se nuk do të ishe leon, e sa po lindur fëmia, tani, kur vajza jote është prezent, dhe ai dhunon ty dhe vajza filmon, kjo është e pa precedent. Pse nuk e bërë denoncime në atë kohë në vendin ku ti je? Se nuk bëra. Isha matur shumë herë ta merja policin, por vetëm se mendoj ata 2 fëmijët e tije që kishte në Shqipëri, edhe thoja që kusur kanë ata. Sepse me shenja që kisha unë në trup, ai futej brenda. Edhe fola shumë herë me dajadarët e tij, i kanë folur, i kanë bërë, edhe nuk pra, mendove vetëm fëmijët e tij. Çfarë moshe i ka fëmijët dhe ambante marrëdhënia ai me fëmijët si baba i tyre? Përgjigjej për gjithçka? Me sa di unë, djalin e ka 16 dhe vajzën e ka 11, me sa di unë. Por me fëmijët kishte, para se të ndajshim, edhe kishte gati 2 muaj, 3 muaj, që nuk flisnin. Po detyrimet ushqimore atyre fëmijëve ja jepte? Jo. Ja. Po, ndërkohë, atësinë e djalit tuaj e ka njohur? Atësinë e djalit tuaj e ka njohur? Jo? Jo. Për atësinë e djalit që kemi bashkë, nuk e njojti për arsye se këtu ishte pa letra, nuk ishte i ligjshëm, edhe nuk mund të bëhesh gjë me këto. Vajtëm pyetëm, donte që ta njihte, por për arsye të letrave nuk... Po ndërkohë, nëse ti aty ku je dhe jeton, nuk e regjistronin për shkak të ligjit, ti mund vije shumë mirë në Shqipëri për ta regjistruar atë fëmijë. Pyetëm edhe më thanë që duhet të regjistrohet një herë këtu edhe pastaj në Shqipëri. Ndërkohë, do doja të dija, kur ishte shkëputja juaj përfundimtare, sa e vështirë ka qenë ajo dhe si arritet ti të strehohesh në atë qendër? Shkëputja jon ka qenë në shkurt, nuk e mbaj mend saktë, i 10 i 9 shkurt. Nata që unë ishim zënë një javë para, edhe nuk flinin bashkë. Edhe për arsye mashtrimi, ty përsy, edhe atë natë foli para se të ziheshin, foli me maman e tia, fola edhe unë. Edhe mbasi të mbylli telefonin ajo, filloi ky me grindjet e me sharjet, se ishte çuar një natë para. Po, dua të flas pak me zonjën, po? Unë ju dëgjoj. Po, mund ta rrëfesh historinë, po? Një natë para se të ziheshim, të ikte përfundimisht, u çua natën edhe shante, mallkonte, edhe bëra sikur nuk dëgjova, nuk ndjeva. Ditën tjetër, mbasi folëm me maman e tia, i thash, a mund të më thuash për çfarë sharje edhe mallkoje? Edhe aty filloi, siç ishte ulur për të pirë, më hedh cigaren e ndezur, si për meje, i thash çfarë po bën. Filloi me fjalë ofenduese nga më të friqurat. Po, të cilat nuk i përmendim dot, të lutem, të tregojmë etik, po? Absolut. Edhe i thash, të thash një herë, të betova, thash me fëmijë në krah, me fëmijë në gjith, të thash, nëse ti i përmend përsëri këto fjalë ofenduese ndaj meje, do ta kemi shumë keq. Edhe asnjë donte ta dinte. U zum keq, erdhi dhe i zoti i shtëpisë aty, tha ç'a keni, pse kështu pse ashtu. U çua si çiku i zoti i shtëpisë, një të marrë fëmijën nga krahu. Në një krah mbante djalin, edhe në krahun tjetër më gjuante mua. Nuk mund të bëja dot gjë sepse kisha frikë për fëmijën.
E më thoshte qove dhe ik, ngriu dhe ik në shtëpia, Po. u qova, ika, edhe gjatë rrugës thash unë ty dhe të sjell policin. Po. E kisha vendosur. Po. Në të sjell policin, më prit. Në shtëpi, siç kisha kamerat, Po. do vura kamera në shtëpi, Po. edhe e shikoj në kamerat, vajti thiri gjitonen. Po. Vajti thiri gjitonen edhe e shikoj në kamera, po mbante gjitonja fëmin time dhe i thash. Po. Edhe i thash, Ana, të lutem, dil nga shtëpia ime. Edhe thot ky, shikon në kamera ti, më këputi një të share dhe hoqi kamerat në prizë, aty mora dajën e tia, edhe i thash që, hajde mblidhe, o do marë policin. Erdi daja i tia, në mes të natës, Po. vajti i foli, unë e digjoja në kamerat, Po. që ai shante e ofendonte, Po. edhe vjen daja i tia, më merë nga platia që kisha dalë una, edhe më thot, hajde, mos i fol, lëre të qetësohet, do ta marr unë sonde në shtëpi sa të qetësohet. Po. E thash, unë djalin dua, i thash, asgjë tjetër. Pra, ti dhe vajza dolët nga shtëpia, po djalin e mbajti aty, apo jo? Po, Edhe pse nuk ja, edhe pse nuk ja kishte njohur atësin, fatmirësisht që vajza s'pas ka qenë atë natë, ti dole, po djalin ta mbajti. Po, ma mbajti djalin. Çfarë ndodhi? I thash ti do mbash fëmin. Edhe vjen ndaja i tia, më mbe, vajtëm në shtëpi, filloi me sharje me ofendime, edhe i thash, dajës tia e shikon, thash, për çfarë më sodhe prap këtu? Rrim sa ma qetësohu, se do marri roba, edhe do vi të ri 2-3 ditë tek mua sa të qetësoheni të dy. Çohet, merr djalin, edhe hipën mbi krevat, mbi divan, edhe po na kundërvihesh të dyve, si mua edhe dajës tia. Edhe unë bërtita, i thash fëmin, qa po bën? E më tha daja i tia, pushon ta ma qetësohu se nuk i bën asnjë, po shtrëngonte fëmijën edhe gjuante me shqelma si mua edhe dajën e tia. I thash të lutem fëmin. Ja mori daja i tia me zor fëmijën, ma dha mua, u futa në dhomë, mblodhi robat me të sharë, me të ofenduar, iku, filloi me kërcënime, filloi me sharje, me dhoje sot. E kuptoj. Të lutem, shumë e vështirë nga shkurti i këtij viti deri në këto momente që flasim, detaje tronditse thash edhe një herë të pa imagjinueshme, por dua të di nga të gjitha këto veprime që ju po tregoni përkundrejt këtij zotërie, mua më duket sikur shëndeti i tij mendor apo gjendja e tij emocionale nuk është në rregull, sepse një njeri i cili emocionalisht apo mendërisht funksionon normal, këto veprime nuk i bën. Nuk i bën, jo. A ke menduar ndonjëherë që diçka emocionalisht, psikologjikisht nuk ka funksionuar ke ky zotëri? Unë ja kam thënë, ja thash kur ishim bashkë, ja kam thënë që në Shtazani, kam thënë që të duhet psikolog. Nuk është gjë e keqe, edhe unë mund të vetem. Nuk është gjë e keqe, të duhet psikolog. Unë thoshte, jo, do veshti se ti je, çfarë nuk thosh. Nga shkurti deri në këto momente që flasim, ai është interesuar ndonjëherë për fëmijën, të cilin e ka pa regjistruar që duhet i përgjigjet, dhe kur kemi folur bashkë, mbaj mend një detaj, që unë i kam shkruar edhe gruas së tij. Pra, çfarë do thotë që ai është martuar, rimartuar përsëri? Jo, ish gruas. I dërgova, ish gruajta, po mundova sepse siç ju thash që dua t'i nxjerr, që mos të gënjehen femrat të tjera me personin. Po me kë jeton ai sot? Pra ti kërkon që ky person të mos gënjej femra të tjera. Ja kemi ruajtur anonimatin sepse ka fëmijë, më the. Të lutem, siç dua unë të jem anonimat, dua që edhe ky zotëri të mbetet anonim. Por një përballje me të ti e do sot, apo jo? Po, e dua. E dua sepse kemi një fëmijë në mes, unë kam bërë sado që unë dam. Po. I thash nuk bëhet para se të zbuloja që kishte edhe një anë tjetër, para se të zbuloja i thash ne të dy nuk bëjmë të jemi bashkë, por kemi një fëmijë, na let një fëmijë, edhe kemi detyrime ndaj fëmijës. Siç e di, unë jam pa punë. Nuk mund të lë fëmijën edhe të hiqi. Një herë në javë bëra llogari çfarë më duhesh për fëmijën, edhe i dua që mos të bezdish, çdo javë unë dua këto. Çdo javë. Po. Më thoshte e mirë. Vinte e shtuna, ja shkruaja në mëngjes, i thoja që dua këto.
me 500 dhafe. Me 500 dhafe. Dilti edhe meri. Donte mua para fëmijës. Dilti edhe meri. Po në qoftë se do zbriste vajza jote, dilte vajza jote ti merte, çfarë problemi kishte? Jo, nuk donte vajza ta shikonte. A edhe vajza nuk donte ta shikonte. Ose ti linte diku dhe çkoje ti merje ti që mos kishit kontakt. Atë i thoja dhe unë. Ti shpinë e di, hajde, sili për jashta edhe ik, kaq. Si ke përfunduar në atë qendër ti sot dhe si është gjendja jote dhe fëmijëve të tu? Në qendër si kam përfunduar, ka përfunduar sepse kisha, para se të ndalesha me të, shtëpia ishte 3 muaj, me 4 muaj pa paguar, vinte i zoti shtëpisë, zihesh me të. Edhe i thoshte, jo, do të jap, do më thënë mbate me mashtrime, dritat në emrin tim 1500 euro janë të papaguar. Ai si të paguhesh, nuk e di se ku i çonte lekët se çfarë bënte. E qartë. Edhe mamas tia i kishte thënë që o ma, unë ndalla, i dhash fund, sepse ajo më donte vetëm për lekë, çfarë lekësh. Të më thotë mua çfarë lekë më ka dhënë mua, që unë i kam prishur. Mirë, ti e kërkon një përgjigje, apo jo? Unë do ta telefonoj në këto momente, zotrin, shpresoj të më përgjigjet, sepse kur u telefonua pak më përpara nga kryeredaktori i emisionit Me Zemër të Hapur, në fakt numri i tij telefonit dilte sekretaria telefonike, unë po e telefonoj nga WhatsApp-i dhe ndërkohë nuk ka as internet në këto momente. Nuk e di pse. Se kam vendruar, si kam thënë. Ai vazhdon dhe jeton në të njëjtin shtet, në të njëjtin qytet ku je ti? Jo. Ai është në Shqipëri. Është në Shqipëri. Ka gati 2 muaj e ca në Shqipëri. Po. Kur iku, i thoja, më mori, më shkruajti në fakt. Po. Më shkruajti dhe më tha që jam brenda, se pa i kërkonin ndajadarët e tij, tha kishim 5 ditë që nuk e shikonin, edhe thash, më hajde se ashtu bën ai. Po. Edhe më shkruan, edhe më thotë jam në Makapon, jo, në më thëmë mashtrime, nuk e di se për çfarë. Jo, nisa për në Shqipëri, doja të shikoja fëmijët, e më nisë në Shqipëri, jam pa lek, më gënjën, më bën, kërkonte lek nga mua për të kthyer në fshatin e tij, ishte në Saran. I thash, ke turp apo s'ke turp? Unë jam pa punë, jam me 2 fëmijë këtu, kërkon lek nga mua. Si mësove faktin ti që ai prej 2 muajsh e gjysmë është në Shqipëri? Si mësove këtë fakt? Vetë nga ai. Të mori, të telefonon? Po, folëm edhe kërkoj që unë të merja djalin edhe të veja në Shqipëri. A, kërkon ribashkim me ty? Po, kërkon, po unë nuk... Falit ka kërkuar me atë dhunë barbare? Se tradhtit nuk i ka, ti thua që tradhtit nuk i ka pranuar kur. Edhe pse ti i ke të gjitha provat dhe faktet, një pjesë të tyre na i ka dërguar edhe neve. Dhe ai i kam të gjitha. Okej. Nuk e ka pranuar, s'ka pranuar as njërën as tjetrën. Tani është kthyer përfundimisht në Shqipëri apo do shkoj dhe do vi, do shikoj jetën e tij, edhe pse të ka propozuar të ribashkoheni edhe një herë. Nuk e di, nuk kam folur për këtë gjë, para se një javë kishte gati 2-3 ditë, dhe më thoshte mua, merr djalit edhe nisu. I thoshte, ore, je mirë ti, unë s'kam buk të ha, edhe me të vërtet atë ditë, kam lutur vajzën e grekut këtu të shtëpisë që kisha, e thash të lutem më merr një kuti qumësh, 12 euro për djalin se s'kam. Edhe i thoja tia, unë kam fëmijën pa qumësh, në vend të thuash të dërgoj, të sikur 20 euro të vesh ti marrësh djalit qumësh, sot ti më thua mua merr djalin edhe hajde në Shqipëri. Çfarë të bëj unë në Shqipëri? E qartë. Mirë. Edhe më tha, unë fola dhe me mami, mami tha nëse do të vi filania, ja dërgoj unë lekët. Kur gjyshja e mori vesh shumë mirë në atë moment që po flisja unë i thash, nuk kam lek për djalin, për qumësh, në vend të thoshte dali ti dërgojmë lek për fëmijën, jo për mua, jo, për fëmijën. Nuk e tha këtë fjallja. Mirë, do të bëjmë një frymarrje, se sa më shumë rrim bashkë, aq më shumë detaje dhe në fakt e treguar shumë e qytetaruar ditën e sotme, shumë qytetare për të mos treguar ato çfarë kemi biseduar bashkë, detaje të rëndicë të cilat nuk ka nevojë edhe për publikun. Një frymarrje shumë të shkurtër për ne edhe për ty, publiciteti i dytë edhe rikthehemi në studio. Faleminderit.
Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, në këtë pjesë të tretë, përpara se fjalat kaloj tek avokatja, tek zonja Ana Pertena, regjia më bën gati një lidhje të drejtë për drejtë telefonike, do të provojmë me një tjetër numër zotrin, të keni një ballafaqim të dy, ta dëgjojmë edhe zotrin se çfarë ka për të thënë, i ka kërkuar në fakt të ribashkim, por atësia e djalit nuk po njihet, detyrimet ndaj djalit nuk po jepen, zotria prej 2 muajsh e gjysmë është në Shqipëri. Dhe ndërkohë, pak zile në transmetim, po jemi duke e telefonuar. Ju lutem zërin dhe zilen në transmetim. Alo? Kemi një problem. Do mundohem të lidhem unë. Ana, është një rrëfim që fatkeqësisht në këtë studio i kemi dëgjuar shpesh, por detajet thash, një zonjë me një qytetari të cilat nuk ndau edhe shumë detaje, në fakt dhe shumë mirë bëri, se nuk do t'i donim, ti më një prej vitesh dhe ti e di që shumë detaje ne nuk i tregojmë në transmetim për të ruajtur datë etikën dhe për të mos ta bërë emisionin më të rënd se që është. Kush është komenti jot në lidhje me gjitha pretendimet e zonjës? Njoja atësisë edhe detyrimi ushqimor. Çfarë të drejtash ka bashkëtesa në lidhje, unë e di disa gjëra i ka të barabarta me martesën, por le ta përmendim një herë për zonjën, por edhe për gjithë ata që na dëgjojnë. Rasti ka 2 dimensione vis. Njëri dimension është moral dhe tjetri është juridik. Po. Që do të thot nga ana juridike spari me çfarë dëgjuam nuk e ka të regjistruar fëmijën me atësi. Kështu që duhet të filloj nga pjesa juridike në kuptimin që do regjistroj fëmijën. Nëse zotëria përgjigjet dhe ka dashur ta regjistrojë, atëherë me atë aktin që ka regjistruar fëmijën në shtetin ku jeton dhe ku ka lindur fëmijën, e merë, e përkthen, e notarizon, e bën me vule apostile dhe vinë të dy e regjistrojnë këtu, ose njëri me dëshirën e babait që të shprehi atësin në njësinë e gjendjes civile. Nëse pastaj ai e refuzon, rruga e vetme është gjykata për të njohur atësinë, e cila ka edhe një lloj procedure që do të thotë thritet edhe ekspert për të bërë ADN nëse ai mohon. Nëse ai e pranon, natyrisht që gjykata vijon me procedurën edhe mbaron edhe më shpejt. Sa i përket procedurës për njohjen e atësisë, e bën zonjën që të përfitojë edhe pensionin ushqimor edhe juridikisht, sepse pensioni ushqimor normalisht duhet të ishte dhënë edhe pa u njohur atësia, sepse është prind edhe duhet të mbajë përgjegjësinë e tij. Ndërsa nëse do të regjistrojë atësia, do ta përfitonte edhe ligjërisht me qëllim që të merrte pensionin mujor për fëmijën. Tani nga ana morale kuptoj që ka problematika të ndryshme kjo lidhje. Fëmia është 9 muajsh dhe ka kaluar, besoj, afatin edhe të regjistrimit të tij. Pavarësisht se ka kaluar afatin, kjo s'do të thotë që me kalimin e afatit nuk mund të regjistrohet fare. Me kalimin e afatit ka disa një tarif gjob, ka një gjob të caktuar, gjë që mirë është mos ta kaloj afatin akoma më shumë, sepse aq më shumë vonesë, aq më shumë edhe ngritja e gjobës, pra sasia e gjobës rritet. Dhe nga ana tjetër, duke u marrë vesh me zotrinë nëse ai do të pranojë që ta regjistrojë dhe atësinë, eliminon edhe disa procedura që i bëjnë atë të shpenzojë, kështu që nëse ai bie dakord, mirë është që ta regjistrojnë me praninë e të dyve dhe të regjistrojnë fëmijën edhe në shtetin shqiptar. Meqense nuk kanë martesë dhe nuk e dim nëse ky zotria në të vërtetë pavarësisht se si është shprehur mund të mos ta ketë prishur martesën e parë ligjërisht, se ekziston dhe mundësia që të mos jetë divorcuar ligjërisht, por të jetë vetëm në distancë. Kështu që në lidhje me distancën, atëherë i bie që ai duhet të prish një herë marrëdhënien e parë. Nuk ekziston. Po telefonoj vazhdimisht në fakt zotrin. Me gjitha numrat e kontaktit të tij, por nuk po arrim dot ditën e sotme. Dhe nëse ai nuk është i divorcuar, atëherë fëmijën zonja do ta regjistrojë një herë pa atësi, sepse e pyesim se tha kishte një vit dhe një vit kanë qëndruar bashkë, pothuajse 2 vjet. Zonjë, më dëgjon? Po. Pyet avokatja, ky zotri e ka bërë zgjedhjen e martesës në gjykatë me bashorten, nënën e 2 fëmijëve të tij?
Kishte përfunduar, e ka bërë. Pra, besoj se po dëgjon me kujdes. Atëherë, thate zonjë përshëndetje, si kaluat. Tani doja t'ju pyes edhe në lidhje me atë që ai kishte dëshirë që ta regjistronte fëmijën. Nëse vjen një moment edhe ai pranon që fëmija të regjistrohet, ju duhet ta regjistroni me njëherë, se edhe ka sanksione në Shqipëri, por edhe nëse ai pranon, atësinë ta marrë nëpërmjet njësisë së gjendjes civile direkt, që mos shpenzoni me gjykata. Kjo do t'ishte... Shiko, unë kur vajta të regjistroja këtoja, më thanë që nuk mund të regjistrohet të japi atësinë, të njihet si baba. Sepse është pa letra, edhe ligjet e Shqipërisë unë nuk i di. Atëherë, edhe në shtetin ku jetoni, me lindjen, ju si nën keni të drejtë të deklaroni se kush është jati i fëmijës, pavarësisht se jati e pranon ose jo. Tek akti i lindjes, si është fëmija me baba të panjohur, nuk e regjistrove sepse babajnë e ke pasur aty dhe e ka pasur të drejtën vetëm të deklaroj. Ka qenë pranë teje thatë 4 ditë, kështu që vetëm të deklaronte dhe me kaq edhe ligji atje parashikon që atësia e fëmijës në momentin që lind pranohet nga të dy prindrit dhe kaq. Shiko, këtu më thanë, kur vajta të regjistroja, e thash që duhet që të regjistrojë të njihet edhe babaj, të dihet edhe emri babaj. Edhe më thanë, ka është i ligjshëm këtu, si me leje këtu, qëndrimi. I thash, jo, nuk mund të bëhet. Më tha vetëm në përmjet noteres, mora dhe noteren, në telefon, i thash që këtu kështu, më tha mua, nëse babaj i fëmijës është jo i ligjshëm këtu, nuk mund të bëhet. Atëherë, të të bëj një pyetje? Po, të të bëj një pyetje, po si ka mundësi që ai punonte dhe shtëpinë e kishit në emër të dyve. Kur ai ishte i pa regjistruar dhe për çështjen e fëmijës të nxirr kanë këto lloj problemesh. Si e regjistrua aty shtëpinë banesën në emër të dyve? Si punonte ai aty ku jeni ju? Këtu punonte jo i ligjshëm. Po banesën si e regjistrua në emër të dyve? Kishte nxjerrë një letër, nuk e di si thonë në Shqipëri, një VV-u si këtuja. Po, një leje. Edhe ajo më tha mua i doli falso. Pra, kishte nxjerrë një vërtetim, një leje, të cilën e kishte falso. Po. Përveç edhe faktit zonjë që në shtetin ku ju jetoni është ambasada ose konsulata afër jush dhe mund të shkonit në konsulat të bënit një deklarat që dy jeni prindrit e fëmijëve, ajo bëhet shqip, nuk ka nevojë për përkthim, as për vula apostile dhe e sillni në Shqipëri me qëllim që të regjistronit fëmijën. Meqense kjo situatë ka kaluar, dhe juridikisht nuk e kap dot nëse ai nuk bie dakord, sepse pora dakord e regjistron këtu fëmijën në emër të dyve dhe edhe nëse marrëdhëniet tuaja janë konsumuar apo nuk do të vazhdoni më, nëpërmjet një avokati jep të drejtën të bëjë një marrëveshje dhe të regjistrohet fëmija lehtësisht në njësinë e gjendjes civile. Dhe aty kërkohet edhe drejta për detyrimin ushqimor, apo jo drejtat e takimit. Me regjistrimin në gjendjen civile, babai shkon vetë deklaron dhe regjistrohet edhe atësia. Kjo ju bën juve që të eliminoni proceset gjyqësore dhe të mos shpenzoni në situatën juridike që jeni. Vetëm gjithmonë në qoftë se zotria do t'jetë dakord, por në qoftë se zotria nuk është dakord. Nëse zotria nuk do t'jetë dakord, atëherë me gjykat bët një proces gjyqësor ku kërkoni dhe ekspertin për të bërë testin e ADN-s dhe pastaj del atësia e fëmijës. Po, ndërkohë që dua t'i bëj një pyetje tjetër zonjës, të lutem, sa kohë keni që nuk komunikoni me zotrin? 3-4 ditë. 3-4 ditë. Tani, në dispozicionin ton, ne kemi një numër telefoni shqiptar dhe një numër telefoni grek. Tani, mund të më thoni pak me kë numër ju keni komunikuar, ose të paktën numrin që keni komunikuar, kaloja një pak regjis ju lutem, dhe ne të kemi... Me numrin që u kam dërguar të WhatsApp-it, me atë komunikoj. Tani është numri grek, nëse. Megjithatë në këto momente ai e ka të mbyllur telefonin, sepse unë edhe i shkruajta dhe në fakt nuk ka internet. Unë vetëm atë kam. Vetëm me atë numër, okej. Mirë. Edhe diçka tjetër kërkon avokati atë të... Në lidhje me dhunën. Po. E ke pranuar vazhdimisht dhunën, edhe në sy të fëmijëve, edhe për djalin,
dhe në një farë mënyrë ke qenë në konsekuencë me të, pra e bën sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Dhe kjo do të vazhdonte edhe nëse do të ishit bashkë, do të vazhdonte, do të ishte rrugë. Fal një herë, fal një tjetër, kjo nuk duhet të ndodhë aq më tepër kur është në sy të fëmijëve. Meqense je në një qendër rehabilituese, ke vajtur sepse denoncove një rast dhune apo për shkaqe ekonomike? Nuk dëgjohet, regjia ju lutem, nuk dëgjohet. Po përgjigjet në një pyetje shumë të rëndësishme, po? Jo, nuk dëgjohet. Nuk dëgjohet zonja, nuk e dëgjoj ju në kufje, nuk dëgjohet në studio. Më dëgjon zonjë? Unë ju dëgjoj shumë mirë. Atëherë dëgjohesh. Më thuaj, për çfarë ke vajtur në qendër, pyet avokatja. Atëherë, unë si që ndam, mbas një 2 javë mos gaboj, më kërcënonte, më thoshte në qoftë se unë mund të shikoj rrugës me fëmijën edhe ti nuk ma lejon, gjej vende ku tu ti, do më kërcënonte. Edhe pse të dilja unë me frikë. Mora policin, erdhi policia në shtëpi, u thash se kështu a thash të gjitha, dhe më thanë që se s'kisha lek. I thash që unë të bëj një denancim, më duhen lek. Më thanë jo, por ishte dimër në shkull, edhe më thanë, sot, nesër që mos të marrin fëmijën se është gjuna, të marrin fëmijën vogël, ta fusim në makinë policie, të shkoni nesër, pas nesër të bëni denancim. Edhe kolla medaljen e ti edhe më tha, mos e bëj, thjeshta do t'i fusë unë frikën, do t'i them që ka bërë denancim, mos t'i fol fare, ka bërë urdhër mbrojtje 5 kilometra, nuk e diçka e tillë. Edhe qëlloj një herë, isha në rrugë si që blash punën, ku prisja autobusin, më pa, as më foli, as një gjë, pastaj filloi prapë me kërcënim, më kërkonte të bashkoheshim, Pra, kush është motivi që ti je në qendër? Të lutem se jemi drejt fundit dhe këshillat e avokatës janë më të vlefshme. Motivi, për arsye ekonomike apo për shkak të dhunës? Për arsye ekonomike, sepse nuk mund të punoj, nuk s'kam ku ta lë fëmijën e vogël. Është fëmia i vogël. Edhe kërkova ndihmë këtuja. E kuptoj. Për shkaq ekonomike është strehuar në këtë qendër. Po. Tani, në lidhje me pjesën morale nuk të ndihmoj dot nëse nuk flasim ose nuk kam autorizimin të flas edhe me zotrin që ta zgjidhim edhe pjesën se dhunën nuk e zgjidhim dot. Kjo është një zinxhir që vazhdon zgjat, është pjesë e juaja, jeni madhore me zotësit plot juridike, keni zgjedhur një person që është problematik dhe vendosni, do qëndroni me të ose jo. Këtu nuk ka përgjegjësi juridike. Përgjegjësia është e jotja e zgjedhjes tënde. Sa i përket... Ja, ta përfundoj, të lutem. Unë kërkoj njëri bashkim. Po, e the që ta ka kërkuar dhe nuk e dëshiron. Po, Zonjana, për ta përfunduar, të lutem. Sa i përket dhunës nuk duhet ta pranosh, se me qënë se ju thoni që kontaktoni me të, flisni në telefon, besoj edhe shaheni, edhe mërziteni, edhe dhunoheni, edhe qofte edhe psikologjikisht, është e drejta juaj edhe dëshira juaj që e merrni në telefon, ndërsa nëse e merrni në telefon për të sqaruar pjesën se si do bëjmë me fëmijën se është edhe i imi, edhe i joti, atëherë unë jam dakord që ta telefonosh dhe të flasësh se si ta zgjidhësh këtë problematikë. Motivi telefonatave kjo është avokate, po përfundon pastaj edhe në sharje. Presoj që të jetë Po, më thuaj, se jam drejt fundit, lutem. Unë vetëm për fëmijën i kam kërkuar herën e fundit, i kam kërkuar 300 euro se vajta të regjistroj çunin në çerdhe, edhe kërkuan 300 euro. Edhe i shkruajta edhe atia, edhe mamasë të tia. Mamaja e tia nuk më përgjigj, ai më tha, më dërgoi mua numrin e mësueses atij të edukatores mësues, që të flasu me atë si ka mundësi ty të kërkojnë 300 euro edhe të tjerë paguajnë 70 euro. Ku është kjo 70 euro, ta çoj edhe. Qartë. Atëherë, përfundojmë Ana? Po, në lidhje me regjistrimin e fëmijës, duhet të vini të regjistroni dhe në Shqipëri, në qoftë se nuk vini vetë, emëroni një avokat dhe regjistroni fëmijën sa më parë. Edhe me atësi, edhe pa atësi. Mirë është që t'i bëni bisedat që t'a regjistroj dhe aji atësin, që të mos ju dalin proceset të tjera gjyqësore më pas.
sepse ka edhe gjobe dhe regjistrimi i fëmijës, edhe mirë është që fëmija të ketë atësin. Sa për të tjerat e pjesa ekonomike, mendoj që ju jeni një grua e fort, keni 2 fëmijë që i keni rritur, tregojeni dhe një herë forcën tuaj dhe rriteni atë fëmijë siç është për të rritur. Jeni në një qytet, në një shtet që ka mundësira, ka ndihmë edhe sociale, edhe njerëzore në atë shtet që jetoni, kështu që kërkoni ndihmë, t'ja kaloni këtë situatë, ta regjistroni fëmijën në një çerdhe dhe të punoni se jeni ere. Unë të falenderoj avokate që të kisha në këtë studio, besoj se të ka ndihmuar shumë, jo vetëm ty, por dhe gjitha ty gra që janë në pozitat e tua. Më trego përfundimisht çfarë do të thuash që je munduar? Po më thoje diçka. Po. Po? Nuk dëgjohet. Të lutem se nuk dëgjohesh. Nuk dëgjohesh, kemi përsëri probleme me këtë lidhje, po? Jo, nuk dëgjohet, regjia, ju lutem. Nuk të dëgjojmë, zonjë. Tani po, të lutem, ti jesh pak me kujdesshme, po më thotë regjia, sepse problemet janë tuajat. Atëherë, që ti je munduar të punosh, këtë mund ta faktoj edhe. Jam munduar të punoj. E faktoj edhe unë, sepse her pas here, kur ne bisedonim bashkë, ti ke qenë gjithmonë në ambient e puna. Edhe sot madje ke marrë leje për të qenë e pranishme në këtë studio. Po, unë fëmijët i marr me vete, i torturoj me vete në punë. Sepse këtu ku ndodhem nuk më lejojnë të lë fëmijët vetëm tuja në dhomë edhe është përgjegjësia ime, më thanë, është shumë e ndaluar, rrethësisht nuk mund të lësh fëmijët këtu edhe të vesh të punosh. I kam marrë me vete, i kam torturuar si vap e të gjitha këtoja. Mirë, shikom, po? Pardhije i thash, to vuajtje të këtyre fëmijëve, zoti paft. Këtë i kam thënë pardhije. Mirë, në fakt ne unë munduam shumë ditën e sotme, unë edhe i shkruajta në WhatsApp, nuk ka internet, pikërisht në numrat e telefonit edhe në numrin shqiptar, edhe në numrin që disponon të huaj. Gjithsesi, ai do ta shikoj këtë emision në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Do sigurohem që këtë emision t'ja dërgoj edhe privatisht, ta dëgjoj, e ftojmë edhe zotrin, ndoshta do të kemi një emision tjetër, në qoftë se dikush ai apo familjarët e tij duan të kenë një ballafaqim me ty. Kështu që mos u mërzit, është vetëm emisioni i parë, do mundohemi të kemi edhe emisione të tjera, ballafaqime derisa ta ndërgjegjësojmë këtë zotëri, pasi të dëgjoj edhe fjalën e avokates zonjës Ana Pertena për rrugën ligjore që ai bashkë me ty duhet të ndiqni. Megjithatë, çfarë thirrje do t'i bëje ti atij nga studio emisionit Me Zemër të Hapur? Ti, siç i kam thënë edhe nga... Po. Ju lutem, zonjë, është në kusht e puna. Është në kusht e puna dhe është e vështirë me zonjën. Atëherë, zonjë, më dëgjon, paktën një fjalë të vetme. Po. Çfarëdo që të jetë ai, çfarëdo që është bërë mes nesh, kemi detyrime ndaj fëmijëve. Çfarëdo që të ketë ndodhur mes jush ka detyrime ndaj fëmijëve, kjo është fjala jote e fundit se kemi edhe probleme me audion, të falenderoj, të përshëndes, do jemi në kontakt përsëri bashkë. Faleminderit zonja Ana, faleminderit dhe gjithë atyre që na kanë ndjekur drejt për së drejti ditën e sotme. Bashkë takohemi në ditët në vim. Deri atëherë, miru takofshim.